Data 29, xhamin e Magurës se fale këto akshone, sepse xhamia mbyll. Unë u guta pej Mollopulsit me orën e fal me imam, tani me shku me pa një ara me vizitu. Kur e edhe fatke se xhamia mshel, se kur në qësht pejë, si mshel drejk dhe qëllaj. Fjallët e pejgamberit Alesam dalin edhe janë të vërteta. Para kiametit do të dërtuan xhamia, gjemot pak dhe shkojnë edhe ata ngishta dhe shkojnë në xhenet. E djenë që është pejës, xhamia mshel në drejk, sot në akşam xhamia në Magurë mshel. Subhanallah, subhanallah, çfarë xhamia e madhe e mirë. Edhe këtu i ka banjat, qysh ma mirë. Po njerëzit nuk jenë mirë si duhet. Edhe na musliman si bashkë duhet i si duhet. Sa banor ka Magurja, asë një gjemat këtu. Dhe shumë herë më ka ndodhë kështu. Jo në këtë xhami, por në shumë xhamia në për Kosovë, që janë të maja, të mira, të bukura, kanë dhënë populli pare për këta, se shtetet nuk një muin për xhamia, po populli, edhe vllaznit turnë, nga Arabia, nga Turkia, edhe tanë në të mijat, asë një gjemat në kësham këtu. Allah përmjesoj këtë popull. Po mas pari disa hoxhallar, edhe populli inshallah përmjeson e Zot, se shumë fatkeqësi e madhe. Dhe këtu xhamia asnjë xhamat as u mshel.